Mu më kujtohet kur isha e vogël, kur e pyetësha nanën time me më tregu prallën, thesha mam tregom, qysh ka qenë në luftë kur keni qenë ju, sepse na tash ti s'kem çka me tregu, kur gjë s'po ndodh. E ju sigurisht keni pas çka me tregu, atëherë ka pas luftë edhe qysh ka qenë ajo kohë me përjetu luftën. Edhe ajo kur nuk e haroj, kur pa thënë, vajza ime, vjen një moment kur lodhesh prej të gjithave dhe e shef shlirimin luftë. Atëherë duket vetja ma e lirë dhe ma komod në luftë, se sa me najtë mbyllur në shtëpi ose mi përjetu dhunat e ndryshme të cilat i ki prej regjimit. Dhe ashtu vitin 99, kujtohet kur unë isha në Dardhani, këtu Banes, ku jom edhe sot, edhe fillun bombardimet. Tër ditën burri me djem, rike mbyllur në shtëpi, unë isha ajo e cila delsha me furnizu shtëpin. Blesha buk, mill, vaj, sheqer, tu me ndu që rrim në shtëpi, zguxoj me dalë dhe bilet kanë fëmijë çka me hangër. U mosh ding frizi, nuk ish mom, nuk zike as buk, as kur gjo, do me thonë u frigojshim. E kur nuk na ka shku mendja që do dalim prej shtëpisë dhe do t'i lojnë të gjithat. Por erdhë momenti në mëngjes kur mo nuk u rike, fillun mu enë paramilitarët, para banesave, fillun me trokit në për dyrë, me bërtit në për hymje, dhe atëre nuk ishim mo të sigur, dhe një ditë, dikun sigurisht ka qenë, atëre ka qenë Bajrami, edhe unë nuk kom dasht me dalë, para se me kry. Jom një varë tipi që dyqysh i kom ato parandjenja, edhe pse ka qenë shumë vështirë, dhe me thonë një ditë para se me dalë prej shtëpis, unë e kom bo sidhen e Bajramit, edhe pse nuk është zakon për Bajram, unë e kom qelë një ven, edhe i kom bledh burin tim, dy djemë të mi, jemi ullë tavolin, e kemi hongër sidhen e Bajramit, dhe kom edu që me langë nuk bon me qu dëllin, edhe kom qelë një ven, të cilin e kom rujt për rastet veçanta, e kom qelë atërë, e kemi mush gotat dhe i kom detyru ata mu qunë kom, me sakru gotën edhe mu përbetu të gjithë, si Bajramin tjetër do t'jem prap në këtë ruez, bashkë të gjithë shnosh edhe mirë. Edhe kemi bo ato dhe të nesërmen jemi paketu. Ka qenë shumë interesant, është do më thonë, përjetimi im që unë po e thamë, mu ka thirë prej Macedonisë kunata ime, e cila ka dalë 2-3 ditë para me, edhe më ka thonë, ola të lutëm veshu mirë. Veshu mirë, regullau, shminkov dhe qaj kiteshat më të bukra veshi. Sepse nëse je veshun mirë edhe dukesh mirë, atëre ma let kime kalu në për posbloqe. Do me thonë, ishte atëre të regojshin dhe nëse është një gru i cila është të fshatit ose e pa dishmë ose pa shkollume, atëre kanë maltretu dhe në skajt. Kurse një gruja i cila është ndoshta duke pak ma emancipume ose ashtu, dhe që kanë pas një farë gjaja se konsiderate. Ajo ishte diçka që thojnë plakat kush mytet kapet për shkume. Edhe na më dojshim një botë gjitha ato për me shpetu jetën. Edhe unë e bona ato. Dhe vjerim i cili ishte me neve, ka ardhë, sigurisht ai ka mendu që me neve do të gjenë sigurin ma të madhe, sepse na i kishim fëmijët ma të rritun, edhe ai erthe na, edhe tha ku të shkoni ju, unë do të vi me juve. Dhe të nesërme ndiku kretë hymja jonë, u bom gati, si me dashtë me shku ndë një dasë. U hynëm, i murëm ato gjanat ma elementare që i kemi, dhe u nisëm. Nuk dishim as vetë ka po shkojmë, vetëm me ikë prej Prishtinës me dalë dikun. Qëllimi kryesor ka qenë atëre me dalë Macedoni, sepse dhe gjumë që atje po mundën me dalë, po mundën mu strehu në Macedoni, edhe u nisëm në rrugës. Kur kemi arë në atë rrugën ku dush munda për Brezovic, ose me shku për rrugën e Shkupit që kemi thonë atëherë kemi hasë në një postblok, të cilët kanë qenë ushtar, apo militar, nuk më kujtohet ashti, qka veçën kanë qenë të veshun si ushtar, edhe ata qësh kemi qena të fundit në kolon për 25 kere, atëra ata e kanë alë kerin tonë të fundit,
edhe burime ka hap dritaren. Kura ka hap ai dritaren, ai ka fillu me kundak me mshu, burit tim. Unë isha ullun për para, e vetë mja feme, kurse dy djemt e mi edhe vjerri e mi ishin mbrapa. Por unë para se mu nis, mendova kështu. Thash, nëse rasisht dojnë me marrë djemt, atëherë unë do t'i gjuhëm ati policit, ai do të frigohet prej meje dhe do të mytë. Kështu që unë nuk isha kur t'mi merë djemt e mi. Dhe ashtu kom mendu me vepru. Por, ndodhi ajo që ai erdh ka dritarja e burit tem, dhe burja me hapi dritaren, tu mendu që po kalon dhe një kontrol, rutina, ashtu si duhet me kalu, edhe ai ka fillu me imshu me kundak mashinkës. Edhe ka fillu me folë sërbisht, edhe me bërtit, edhe me thonë qa po mendon ti po don me ik prej Kosovës, a fëmijët e mi me u helmu, fëmijët e mi mu vra këto, edhe burim ashtu rrodhe dhe filloj aqë shumë i mshuaj sa që unë kisha frikë, mos pe lëndon aqë shumë edhe s'kish kush migra makinës pastaj. Vjehri e mishte vjetër, djemt i kisha ata të cilët ende nuk i kishin moshën madhore dhe thjesht të isha jesim që aty duhet mu nis kama se ku mi di qka me bo. Edhe une, si zakonisht, ajo Ola e cila nuk i fërgot, atë shko kur kujna, e kom qel derën time, kom dal jashtë edhe jom këthy mbi makinë. Edhe jom drejtu ati me një sërbishte perfekte, shumë të mirë, edhe i kom thonë, pse po i mshan? Hem po i mshan, hem po i thush hec, na luti, dhe sa i mshan shti, kë asë nuk mundet me shku, prit, largohu, na hypim kërë edhe shkojmë ku jemi nis. Edhe aj, kur më ka pa mu që unë po foli sërbisht, edhe që isha vesh aq bukur, sa që ndoshta nuk e kujtoj që jom vesh dhe njëherë ma bukur sa dit, edhe aj me të vërtet u nalë një herë, edhe tha atëherë nisuni tha ka Shqipëria. Edhe na kanë fut me kalu, ka Shtrpce, Brezovica, ka mali Sharit. Nuk muj me përshkruat për jetim në për të cilin kem kalu në për ato mali. Në momentin kur na kanë alë ata dhe kanë fillu me rej burin tem, atëherë të gjitha ato makinat janë shpërndarë si bubreca, dhe me thonë na kemi met midis rrugë vetëm keri jonë. Thjesht na u largun prej kolonës, u largun prej të gjithve dhe metëm veç vetën. Rrugës tu kalu, na nuk e dishim rrugën, sepse këti shpërzit tym të në antë, njerëzit kalëshin me nuk e disha ajo, thjesht u hutova, ajo ishtë një farë të meri, ishte dykun ka ora 11-12 ditës, po mu do ke që është ertë gjitha antë, tym. Kur kemi mbri atje, ka qenë Shtrpce, besoj që edhe sot me kalu asaj rrugës ka qenë është randë, sepse është të thonë një pjesë ku ma pak ka shqiptar, e lene mo në atë kotë luftës, po une nuk e di, na thjesht kemi esë për para, pa undalë, dhe kur kemi arë në malet të Sharit atje, ka qenë një kolon shumë e madhe, jem taku me disa njerë të cilët nuk ishim prej kolonës ku ishim ne, aty prap në nale policia dhe na tha ku jeni nis, ku po shkoni? Na tham, nuk e dim. Na kanë largu prej banesës, kemi dalë, ku të na thoni ju tash kemi shku, qka kemi bo. Edhe aj njeni prej policëve, po ma bon mu tha, po pse po shkon, tha, në Shqipëri? Tha, atje tha, si të shkojsh, tha, kemi kalu ma ketë se këtu. Unë vetëm kom rrudh me krah, mu nuk isha as fjallë, as forcë me folë, as kur gjo. Thjesht, shqyqojsha qysh me ikë, ma për para me shpetu. Dhe me gjënimi peripeti tjera, kemi mbri në kufi. Kur kemi mbri në kufi të Shqipërisë, dhe më thonë prej Prizrenit aty, nuk ka qenë as kush, na kemi qenë, keri jonë ka qenë i vetëm, i cili ju nalë para, dhe më thonë, para kufirit. Kemi najtë aty gjysore, kur kush na nuk gëzëshim as me dalë, as me hy, as me folë, metëm se thjesht nuk dishim mo që me vepru. Edhe me një moment ka dalë një doganjer, edhe unë mu përzi, nuk disha mo a po folin Shqip, a po folin Sërbisht, a qka është, mu doshin të gjithë njëjtë. Edhe thjesht, kur jemi nalë para kufirit aty, ai ka ardhe dhe i ka kërku dokumentat prej neve. Kur i ka kërku dokumentat, unë i kom thonë burit tim Shqip, agim, nëse ly paret, lutëm i japim, vetëm dalim prej këtuhet. A i mu ka përgjeq Shqip. Tha, hiq mos ki dert, nuk na vynë paret e juja, vetëm na jep një dokumentat të gjitha që i keni.
Unë që shëmull për kull me marë pasaportin prej çantës, i kom thonë burrit tim jep i lejet e njoftimit mos i jep pasaportat. Por ai nuk na la me kalu, deri sa nuk na mor çdo letër të cilin e kemi pas na në çantë. Dhe me thonë e hapi çantën time, e nxurr lejen e njoftimit, e nxurr pasaportin, i nxurr disa vizitkarta, dhe me thonë çka do që ishte letër e shkrume, ai e mur prej neve. Ashtu prej djemve, prej burrit, prej të gjithve. Edhe na dolëm. Rruga mes kufirit, prej kufirit Kosovës, deri në kufirin dhe me thonë Shqipërisë me dalën Kuks, andaj, për mua ka qenë rruga ma e gjatë që ka mujtë me përjetu ose me paramendu njëtën time. Kur na eqëm me makinë, dhe me thonë në zonën kufitare, mu duke që krejto ka malet po ecën për fundi, kurse na po mbrim dikun e nuk disha as vetë ku jemi të shku. Atje në kufit Shqipërisë, kom pa që diçka shkërqejke, dhe me thonë, ata të hina kemi qenë të partë të cilit kemi dalë kufi, ata si duket kanë qenë gazetarë ndryshëm, të cilit kanë me ata blicat, ku me diçka, të fotografu edhe tash kur kemi hyna, e kemi hap dyrt edhe kemi dalë si cili ka dalë në rrugë të vetë. Burri është ullë një anë, djemt një anë, vjerë një anë, edhe të gjithë jemi nalë edhe nuk kemi ditë çka po bojnë. Kanë ardhur disa gazetarë, na kanë pyetur aty me anglisht, unë kam thonë din djali im, Valoni djali më i madh, ai nuk ka dashur me fol, nuk ka dashur me dhon kurfar përgjigje, thjesht nuk ka qenë i gatshëm me thon kur gjë. Atëherë jemi nalë aty një pjesë edhe na kanë pyetur ku dojmë shku, unë fatbarësisht motra ime atëherë jetoj dhe punoj ke burri saj në Tiranë dhe atëherë vendosëm me shku për Tiranë. Kur kemi arrit aty, ai njeri po thot, ku doni me shku? Na tham, po në Tiranë. Mos gaboni, tham, unë një sonte, tha, sepse është shumë rrezik rrugë e gjatë, është tërë tashti, tha vetëm strehoni diku në Kuks. Unë nuk e njisha kërkon Kuks, ku me shku, edhe atëherë jemi shku, jemi nalë një dyqan me marrë do ujë, me pushu bile pak. Muj me thonë drejtë që dhe unë kom shku, ndështë edhe viteve 90-95, kom qenë me vizitu motrën tim në Shqipëri, por e nisha vetëm Tiranën, Kuks nuk e nisha askend, dhe jemi ndalë afër një dyqanit aty, ku një familje tha, po vjen keq, tha, unë nuk kom ku ju vendos, sepse kom një banesë shumë të vogël, por muj me ju leju me unalë këtu, me najtë sonte në makinë, në borin tim, ku kini me qenë sigurt. Edhe kur filloj me rateri, si duket aty në me gjithat e ju erdhë keq, edhe dikur ka ora 8 natës, ata naftun me hy mrena në shpi. Mas gjysore kanë fillu fluksi i refugjatëve me ardhë mas neve. Dhe me thonë, ata kanë pas një preardhje kosovare dhe si duket kanë fillu familjet me ardhë, cilët kanë pas kontakt me ta kanë fillu me ardhë, dhe u mush shtëpia, plot njerës. Me një moment, unë kom dalë prej dhomës, vetëm ashtu me hec pak, sepse ishte një kohë gjatë që nuk kisha najt ullu në makinë, kur po e ndëgjën një za që po qanti, kur za burrash, një farë si një vaj, ashtu vajtimi, edhe jëm frigu, thash mos çka u bo, çka ndodhi, kur jëm hy mrena, kom pa burrin tim, ai qanti si fëmijë. Edhe unë veç jam nalë një herë edhe kom këqyrë, 2 djemt ishin rrudh, ishin struka afër ti, vjeri im i dridhe i mjekra, e shikon të djalin e vetë të qa, edhe unë veç jam këthy edhe i kom thonë, pse po qam, pse po bërtet kështu. Thë qysh bre, tha Ola, tha, po shetha si qka patën, qka kemi kriju njët e lanë. Thash, po qa ka lidhje, djemti ki me veti burin, familjen e ki, po unë që nuk e di. Ku e kom nanën time, ku e kom familjen time. Edhe dush me qeni lumëtëm, që bile familja jo të ngusht është me ty edhe ti ke shpetu. Atëherë ai zoti shtëpis, hyni mrenda dhe pithot burit tim. Ti pas ke pasurin ma të madhe një që mund është me pas ke një gru burnore. Të më thonë, mu këthy ajo fjale nanës teme, që më pa të thonë atëre si fmi, djali im. Të më thonë, gjithmonë e kom pas parasysh ato që
kur kaloj periudat e rënda të vështira në jetë, duhet me qëndru, me qenë e fort, me te kalu ato probleme, me te kalu ato sfidat e cilat i bjen jetë. Dhe erdhe mramja, ne u desht me ra me flejt, edhe mu nuk e di pse, as sot nuk e di, nusja asaj shtëpis morëm me flejt me te në dhomë. Edhe une u rash me flejt me ta, edhe ajo mësove me hongër pak bukë. E kishte marru një qorë prej lkurës të mishit pullës, dhe më thonë s'ka pas as mish, po ka pas vetëm lkurë, ka qenë i farqërvishi, po ajo më fyti mu kishë ngushtu, nuk mu isha as me hangër, kur gjone, ta shpetova, ta që kisha galen e familjes time, ku është nana, ku është motra e smut, ku e kom vllaun, qka do të ndodhë, kur do të kthejmë, qka do të ndodhë të ashti. Edhe ajo më luti, tha, hajde, tha, laj dur, tha, edhe ha buk. Une atëre kisha shumë, që ka qenë zakon me pru ari, edhe patarujt shumë, edhe kriti kom pas halhalet e ari, qa kom pas në gjëmper që shë kom vesh. Edhe tash kur i kom zgatu në kështu durt, mi la durt, më ka dalë ari. Edhe unë në moment, ka ardhë keq prej atyne, sepse me të vërtet ishin fukara, ajo familje. Adin kur e pash prej vendit ku na afrun ata dhe prej mundësis që s'kishin një kafshore buk me na dhonë, unë e thjesht kur i kom zgami ratë, atëre kom gregjën perin. Edhe ajo bo që nuk po mshe. Kemi flejt atë natë edhe më ngjes, ata kur jemi qu, në atë mundësi që ka, na këshim blet uj, pak buk, pak djath, 2 molla, mini qeset plastikës dhe na dhanë për rrugë. Une e luta burin tim, mja ulon pak parate rishin me marë, ka thasha kim bile 50 euro, sa as na nuk ishim. Ma shumë, t'ja u ljapim sepse na shpitun sonte, që netëm këtu pushum, u qëtsum sa do pak. Por ajo nuk dashti mi pranu, kurse si. Edhe une atëre kom pas një unaz, shumë të bukur, ma të madhen që e kom pas. Ma pat ble kunati im për moshën, për ditlindjen 38 vjetë, kër i kom bush, i ka pas 38 gur. Edhe ka qenë unaza ime ma e dashur, ma e bukra që ka qenë. Edhe atëre ajo nusja ishte 7 zane, edhe kër e pas që nuk po danë me marë pare, unë atëre nëzora atë unaz, edhe ja dhash, jo, ajo nuk pranon të kurse si. Atëre unë e lutëm. Po kom dëshirë këtë unaz me ta jep, jo me shpagu atë mirësini ju që i keni bo për neve, por po kom dëshirë këtë fmi që je linti, me adhon këtë dhurat, kur të rritet me qenë dhurat prej me, një kujtim prej me. Edhe kemi dalë prej atyhet, kemi shku në Tiranë, atjena ka prit motra, mas një kohë e këfillu me dalë në qytet për me mujtë me kuptu qka ka ndodhë, ku janë të kjanë. Dhe pak para se me u këthy, do me thonë pak para se kanë hynë forcat kamësëria, do me thonë mundësia kur na mëshim u këthy kënej, atëhere kom dëgju si nana është gjallë me motrën, është në banese në vlaut në Prishtinë, vlau ka shku me familje për Fransë dhe me ju tregu drejt ashtu u shlirova. Edhe mundësia e parë që u desht më këthy, na kërku me u këthy. Nuk ishim as njeni nuk ishim dëshirë me shku dika, kishim dëshirë me u këthy në vend, sepse aty kur mi kanë marrë të gjitha dokumentat, a i tha, po adhashtu, tha, pse po mërzitësh, tha, pse nuk po mi jap të gjitha dokumentat kur adhashtu s'ki mu këthy, edhe unë ashtu shumë sigurt, i thash, pësqysh mos mu këthy, ko mu këthy mas 2 jave. Po unë nuk u ktheva mas 2 jave, po u ktheva mas 2 mujve, ashtu, dhe me thonë, na kemi dalë dikun ashtu në fundi marsit, edhe mi këthyme njëherë me dikun me 29 qershor. Ka qenë shumë interesant kur kemi vendosë, dhe me thonë, ave kishim vendosë me njëherë me rastin e parë, mu këthy, por këthimi ka qenë gëzimi maj madhe atëre. Takoshim rrugës me njerës të cilit nuk i kemi pa disaj, takosha këshiti, takosh ku je, qa e bone, njerës të cilit ndoshta edhe pse nuk i kom njoft shumë pak, mu ka ndokë shumë tafërt. Kur jemi ardhë, kemi kalu ka Prizreni, u ndishim muzika, u ndishim njerës të ecë rrugës, të brohoritu, ka qenë një knaqësi shumë e madhe, dhe kemi ardhë dikun ka ora 10-11 natës, kemi hy në shtëpi, dera ka qenë
e mbyllun, jo e thyme, dhe unë kom mendu që nuk ka hy kurkush, edhe kom dzirë qelsin me hap derën, por ajo ishte thy brava, ishte ndru, do më thonë dikush ka jetu në banesën time. Dhe e hapëm derën, hynëm mbrena, e thym, do më thonë e theva derën time për me hy në shtëpin time, dhe kur kemi hy mbrenda ka qenë haos. Ka qenë shtëpia e plot me gjanat hujat e cilat nuk kanë qenë të mia. Garderoba, cende teknike, rakijat ndryshme, alkoholike, plot, diçka si, thjesht nuk musha mi dallu senet e mia prej gjanave të huja që ishe. Fëmit u trishtun, nuk mushin me ndajt aty dhe masi dita une që fëmit janë, mama është në Prishtinë, banesën e vllaut në Ulpian, atër i thash burit mi qu djemt atje që na me të fillu shtëpi. Edhe i kom marrë të gjitha ato gjanat, të cilat nuk janë të mia, i kom marrë, i kom qitë në koridor të lifti. Edhe thjesht, tu i qitë ato senet, është, që kjo thithsa e fetis, që kjo e këti, do më thonë, këtë kanë qenë kojshive, të cilat i kanë marrë dhe i kanë grumbullu, dhe i kanë klasifiku qka ju ka vyhti ka marrë, qka jo, ose ndoshta paprit jemi këthy na dhe ndoshta nuk kanë arrit mi marrë të gjitha senet. Edhe i kom qitë ato gjana dhe kom fillu pak me pastru shtëpin, kishte marrë mali me dalë balkonin tim, ku unë shumë e du edhe gjithmonë kur kom kur du me mendu diçka ose kur du me vendos për diçka, zakonisht dalë në balkon, edhe ezi një cigare, bëj një kafe, edhe dalë aty. Edhe paka shumë kur e pruna në vend shtëpin time, pastrova edhe heka, e kishte një farere ke tjetër, më do ke, si adin ku tjeton dikush tjetër edhe thjesht kur gjo nuk i përngjajke mo shtëpis time. Edhe u qëtësu mune me burin edhe dikun ka ora 12 natës, e qelëm nga një birë, unë e burë jem një gjetën frigorifer, ajo bira ishte pa hapun edhe kështu që nuk u frigu me pi, edhe jemi ullë në balkon, edhe atër ka qenë gjdo natë, mas jemi këthy, shkon të një helikopter, i cili që duket qa po di une ka pas një farë si vëzhgimin e qytetit. Edhe helikopteri ishte jo që aq ullët, po mjaft ullët, sa që për shembull u ndike ajo zhurë me ati, edhe shkojke me atë reflektorin me atë dritë. Ushtarët anglez kanë qenë këtu, kanë qenë të gjithë dyqysht vegjël, tri, po atër na kur u takojshim me ta gjithmoni përshëndetshim, na gjuhën tonë angleze, qyshie, qka do që kishim me veti i jepshim atyne. Edhe me një moment, unë ashtu e lumëtun, pëse unë këtu i prapë shtëpin time, e ullën me burin tim të e pin nga një birë, vish kur për e sha, a i helikopteri për e shana dritën. Edhe une ashtu për gzimin, ju më këthy ka i helikopter edhe ja kom qu një puthje. Edhe a i prej snetit ma ka blindu dritën. Dhe me thonë, buri po thotë, qyre more tha edhe atje nëntë pa atin. Dhe me thonë, ka qenë një ko me të vërtet shumë e mirë atëre. Kurizim kujtojt kur kom dalë të nestërme, ka qenë krejt dyqanet e thyme, kur gjonë tonë nuk ka pas, ke gjithë gjak, ke gjithë tesha, ke gjithë fashat ndryshme, ka qenë të merë i gjallë, por interesant për një avë ditë, o pastru, o regullu, kanë fillu më ndrejt gjamat, kanë fillu me anë veti, familjet, fillu ndihmat, fillu na me dalë me anë ndihmat, dhe dyqysh si me u këthy jetës normale. Pastaj fillun punësimi, 5 vitet të më thonë 99, deri në vitin 2005, ka qenë me dërtet një periud ku kemi shpresu shumë, ku çdo gjë ka hec ashtu qysh duhet, trit ishin punësum të gjithë, vetëm pak nëse ke ditë me fol gjuhën angleze, ke pas mundësi mu punësu, nuk ka qenë me rëndësi mosha, apo qka të qitashtë. Djalli u punësu me punu si gazetar në farë media internacionale, ka qenë Media Action International. Buri u këthy në punë, Kosovën bë, filloj atje punën. Dritoni filloj me, ishte maturant atër edhe me kry shkollën e mesme. Une në për shtëpi ashtu mundosha, sa do këdo me ju këthy jetës normale. Dhe atëre, në vitin